Edhe këta bojnë ftesë 2-3 herë vend deputet, çka bojnë vetëvendosje. I mbledhen në nënshkrimet, shkojnë gjykatë kushtetuese. Edhe ti e procedurë. Po s'ka se asnjë nënshkrim, asnjë procedurë nuk niset dot gjykatë kushtetuese masi të kalojnë këto 48 orë dhe me 5 mars s'ki kovend. Kjo është interpretim i yti. Por imi, se unë në emrin tim personal, po flas, si jurist. Është emrin tim, po s'ka rëndësi, çka thu ti? Ata po të kallzojnë ty. Që mos që interpretimi i Albinit vlen. Vlen Sallahu ka thonë na kemi çun gjykatë kushtetuese. Skenojnë ata për interpretime politike. Këta mund të bëjnë ping-pong tash i politik sa duan. Po ata kanë shkuar procedurë. Do shta edhe mendon, por ideja është që Kosova pas 48 orësh ose ka president, ose shkojmë zgjedhje. As president, as parlament dhe as qeveri dhe shkojmë zgjedhje. Që do t'ishte një... Këton, si që unë e di. Që do t'ishte një... Interpretim o kë? Interpretim çollak, se na vendime këtu s'marim. Jo, atë çka do të kushtojmë? Se unë pajtohena me këto që pe thot Bardhyllin. S'ka logjik tjetër, për dyshim je ka shkatrojmë këtë shtet. Po. Je ka shkatrojmë kushtetutën. Amo për 5 vjetë kur kemi fola më matoshin, po thëmë ti, po shumica kanë rrej shuplaka, që të më dalë. Ja kanë tosh qofë, që të më dalë. Qollak, gjëse diri sot kemi lujtë ping-pong me institucione tjera, kemi pas kriju e shtetit, dhe me kryet shtetit nuk... Shojmë shtufi që vardhë